provokojnë shumë veshën, mënyra që nuk bën më vesh në asnjë mënyre. Veshja ajo pasqyron veten që e bën deri në atë moment që duhet me ngacmu çaj person, çat femër normal. Varet tash edhe vendi ku duhet më vesh, ka duhet me vesh. Ndryshe duhet më vesh për shembull me kolektiv, ndryshe kur del me pi kafe, ndryshe jeta është e natës. Le të pavarësohen, le të shkollohen, le të punësohen, le të bëhen. Shëndetje. Qysh të kem? Mirë, faleminderit. Po mirë. Prej kajt më na vjen? Nga Prishtina. Nga Prishtina. Punoni? Po. Ka punoni? Jam depot Barna. Depot Barna. Po. Një punë goxha e vështirë. Po, ja dalim disi, shumë mirë. Biznes juja po? Jo, një shoqës kolegës. Qysh po ecë puna? Mirë shumë, perfekt. Jemi familjari jeni? Po, një femi kështu, kolege. Po, kështu jeni familjari, martuar? Po, ka fëmijë keni? 3 fëmijë, E gjatë. 2 djemë e një vajzë, Mashallah. kështu që mirë. Sot si e sheh një grua, një vajzë? Një vajzë ditën e sotit e shoh shumë mirë, po ecin përpara. Unë i kisha thonë gjithave që duhet të arsimohen, të punojnë, të bëhen të pavarëne. Kjo është. Që me pasin respekt, në çdo aspekt. A do që vajzat sot hala mbaren prej burrave? Ka hala që mvarën, po mirë po hecen. A duhet më varë një grua prej burrit? Po, pavarësisht varet tash edhe pe njerëzve, pe vendit, po shumica tash nuk janë më ashtu që po mvarën. Po kurgjë s'është ajo edhe që mvarën, ajo nuk është kurgjë. Duhet më pajtu me jetën, me realitetin, s'ki qka. Diskriminim. Sa ka mes një grua dhe një burrit? Po tash shumë pak ka, nuk ka dhe aqë shumë, si ka pas përpara. Tash nuk ka dhe aqë, po mirë. Sa për shumë mirë janë, tash femrat po hecin mirë, po shkollohen. Po pse paraqykon shumë një femër sot? Është hala tabu kjo? Po ka, ende ashtu në për vende ndryshme ka, po sa i përket kështu në qytet, në për qytete jo. Është shumë rrallë tash, nuk ka dhe aqë. Për shembull është te veshja. Po, Te veshja po. komentohet shumë për një vajzë, mirë po jo edhe për një djalë. Se është veshur më ndryshe kjo thënë e paraqykohet. Ashtu normal. Varet tash edhe vendi ku duhet më vesh, ka duhet me vesh. Ndryshe duhet më vesh për shembull me kolektiv, ndryshe kur del me pi kafe, ndryshe jeta është e natës. Çdo sene ka, çdo veshje ka të ndome që shtojnë si duhet më vesh, apo të? Për shembull del në qytet, shkon punë, ti nuk mundesh më vesh si jetën e natës si gjatë ditës. Duhet me pas pak edhe një rregull të veshjes. Në vende ku nuk duhet. Po ka shumë ashtu, po shumica tash po vinë të vedisu, edhe po dinë çka duhet tek duhet me vesh. Po shohin edhe vetë, kështu që mirë, po shkojnë përpara, po hecin. A duhet të jetë pak a mendoj që nëse edhe veshja pak e simbolizon një person pak më të zgjedhur. Po, edhe veshja simbolizon shumë njerën. Po tash varet e pi kushteve, njerëz, femras, që kanë kushtet, edhe vishën. Po dikush i ka kushtet, po nuk di më vesh. Këtë duhet me ditë që çka duhet me vesh edhe ku duhet më vesh, varet pe vende. A mendoj që kanë vjen si provokim, disa preshtim, disa femra e bëjnë provokim këto për veshje. Po, ka shumë ase, ka shumë. Ka shumë edhe për atyre që provokojnë shumë veshën, mënyra që nuk bën më vesh në asnjë mënyre, po tash stili i femrës nuk po di. Pastaj po vinë ngacmimet. Si shikton ngacmimet që janë shumë tepërta në vendin tonë? Valla, po ka që ngacmu, po veshja ajo pasqyron veten që e bën deri në atë moment që duhet me ngacmu çaj person, çat femër. Po ti nëse vishësh mirë, edhe e tregon veten që ai për më ngacmu asnjë, ti veshësh mirë, po dikush nuk flet se din që nuk je për më të ngacmu. Ato që vesh mirë provokative, besoj që atë qëllim edhe vishan. Ka që kisha. Një mesazh gjitha femrave, gjitha grave. Çfarë mesazhi më dhon? Ka shumë mesazhe, kështu që le të pavarësohen, le të shkollohen, le të punësohen, le të bëhen zonjat e vetit, të kenë kujdes në veshje, në mirëmbajtjen e tyre, kështu që pasqyra e femrës është veshja, dukja edhe arsimimi. Çto e, kur që më shumë. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit edhe juve. Shumë faleminderit, kalosh mirë. Faleminderit shumë.